Astrologjia shpesh lidhet me karakterin, energjinë dhe mënyrën se si njerëzit përjetojnë emocionet dhe pasionin. Kur bëhet fjalë për jetën intime, disa shenja të horoskopit njihen për energjinë e tyre të fortë, pasionin dhe intensitetin në marrëdhënie. Sipas astrologëve, akrepi konsiderohet shpesh si shenja më e zjarrt dhe më pasionante në shtrat. Personat e lindur në këtë shenjë njihen për magnetizimin e tyre, misterin dhe intensitetin emocional që sjellin në një lidhje. Ata janë shumë të thellë në ndjenja dhe kërkojnë gjithmonë një lidhje të fortë fizike dhe emocionale me partnerin. Akrepët kanë një energji të fortë sensuale dhe nuk kanë frikë të eksplorojnë apo të shprehin dëshirat e tyre. Pikërisht, kjo i bën ata të konsiderohen nga shumë njerëz si shenja më e apasionuar e zodiakut. Megjithatë, edhe disa shenja të tjera njihen për pasionin e tyre. Dashi si shenjë zjarri është impulsiv dhe plot energji, duke sjellë spontanitet dhe intensitet në jetën intime, ndërsa Luani shquhet për vetbesimin dhe dëshirën për të impresionuar partnerin, duke e bërë marrëdhënien gjithmonë dinamike dhe plot emocione. Astrologjia thekson se kimia dhe lidhja mes dy personave janë më të rëndësishme se shenja e horoskopit. Megjithatë, kur bëhet fjalë për pasionin dhe energjinë e shtrat, akrepi vazhdon të mbajë vendin e parë në shumicën e renditjes astrologjike. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.